Pas deklaratës virale të Luiz Illit kur ishte në shtëpinë e Big Brother VIP 5, ku ironizoi frazën e famshme të Xhumallushit për fikjen e dritave, ka reaguar vetë Xhumallushi, i cili e ka quajtur Luizin gënjeshtar dhe duke zbuluar sipas tij versionin e vërtetë të bisedës. Përmes një postimi në Instastory, Xhumi ka hedhur akuza të forta, madje duke prekur edhe tema delikate nga e kaluara e Luizit në Big Brother VIP 2. O mbreti i shqiptarëve, mos u bëre nacak, thuje si burrat atë që më the dhe tekstualisht më përmende. Ti e di si i bën produksioni punët, kaq the. Shkruan Xhumi duke lënë të kuptohet se Luizi privatisht ja kishte faturuar fajin produksionit për eliminimin e tij dhe jo pa aftësisë së Xhumit. Por sulmi nuk është ndaluar me kaq. Xhumi ka lëshuar një thumë të rëndë duke ju referuar historisë së sëmundjes së Luizit në edicionin e dytë. Më mirë kishe shpik ndonjë sëmundje tjetër, kishe bë buj më shumë se kjo shaka. Gjithsesi, jam i vetmi banor që përmendem akoma sot e 2 vjet. Një kërcimi imi, ishte baras me shumë humore tuajat, ka shkruar ai i revoltuar ndër të tjera, duke e mbyllur. Të shkoft mbar filmi, e ke edhe një promo nga unë përveç Bigut. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.